Në anën time të majt, respektivisht nga ona djathtë po filloj, është antari jo prokurori i panelit vlerësues zoti Visar Krasniqi, ndërsa në anën time të majt është antarja prokurore e panelit vlerësues zonja Elza Bajrami Kasrati. Ju në emailin e datës 24 qershor 2026, konform rregullores numër 07/2024 për emërimin e kryeprokurorit të shtetit dhe kryeprokurorëve të prokurorive të Republikës së Kosovës, jeni njoftuar për përbërjen e komisionit dhe mundësinë e paraqitjes së kundërshtimit rreth kësaj përbërje. Nga ajo që kemi gjetë, ju nuk keni paraqitur kundërshtim rreth kësaj përbërje. Është sakt? S'keni pas një kundërshtim në raport me komisionin? Nuk kam brejtje ndaj komisionit. Rregullën, po? Faleminderit. Ju njoftojmë se intervista juaj do të monitorohet dhe është duke u monitoruar pra nga përfaqësues të Euleksit, nga përfaqësues të zyrës së Bashkimit Evropian këtu në Kosovë, pastaj nga përfaqësues të OSBE-s, ka gazetar, kemi përfaqësues të shoqërisë civile, si dhe përfaqësues edhe nga administrata që na mbështesin neve në aspektin teknik këtu. Nderuar zoti Alimi, ju njoftojmë se intervista regjistrohet me video dhe audio ingjizim, e cila pas përfundimit të këtij procesi edhe do të publikohet, si dhe do të zgjatë nga 45 deri në 60 minuta. Gjithashtu para vetes keni edhe një fletë të zbrast, bardh, fletën e keni sjell, po, sepse nuk e pash aty pranë juve, dhe nëse ju duhet që të mbani pra shënime. Ndihuni qetë gjatë gjithë intervistës, nëse nuk e kuptoni pyetjen, antari i panelit dhe unë mund ta përsërisim atë, varësisht nga nevoja juaj pra. Të gjithë antarët e panelit vlerësues do t'ju drejtojnë pyetje bazuar në kriteret e përgjithshme të poentimit, duke filluar nga koncept dokumenti dhe prezantimi i tij, pastaj integriteti, aftësitë udhëhecëse dhe menaxheriale, si dhe në njohuritë profesionale dhe teknike, ashtu siç e prashë dhe baza ligjore. Dhe eventualisht mund ketë edhe pyetje plotësuese shtesë, varësisht nga përgjigjet që ju i jepni. I lutëm antarët e panelit këtu, vlerësues, që pyetjet të cilat i parashtrojnë të jenë konkrete, ndërsa përgjigjet e juaja që jepni kërkoj që të jenë të qarta. Nga secili kriter, paneli pra do të parashtrojë nga 3 pyetje. Në kriterin e koncept dokumentit dhe prezantimit të tij, secili antar i panelit do të parashtrojë nga një pyetje, që në total pra janë 3. Kurse për kategorinë e integritetit, 3 pyetje paraqiten nga antari që kemi këtu, zoti Visar Krasniqi, nga kriteri aftësive udhëhecëse dhe menaxheriale nga unë do të parashtroj 3 pyetje, dhe në fund nga kriteri njohurive profesionale dhe teknike, kolegja jonë Elza Bajrami do të parashtroj 3 pyetje. Nëse jeni gatshëm, a mund të fillojmë? Atëherë, po shkojmë domethënë me pyetjen e parë, a mund të prezantoni veten tuaj dhe të paraqitni motivin tuaj për të aplikuar në pozitën e kryeprokurorit të shtetit? Faleminderit. Përshëndetje për gjithë, të nderuar antar të komisionit, përshëndetje për të pranishmit, monitorues të gjithë. Faleminderit për ftesën për këtë intervistë. Ju njoftoj fillimisht se unë jam prokurori Rafet Halimi, aktualisht prokuror në prokurorinë speciale, departamenti kundër krimit dhe korrupsionit, si dhe krimit financiar. Përvoja ime fillon kam një përvojë të gjatë mbi 20 vite profesionale në institucione të ndryshme, duke filluar nga Telekomi i Kosovës, pastaj në Prokurinë Themelore në Prishtinë, pastaj në Prokurinë Themelore në Prishtinë në krime të rënda, si dhe më vonë aktualisht tani në Prokurinë Speciale, departamenti siç e theksova edhe më herët, departamenti kundër korrupsionit dhe krimit financiar. Fillimisht karrierën time profesionale e kam filluar si udhëheqës i zyrës për bashkëpunim me organet e zbatimit të ligjit në Telekomin e Kosovës, zyra për zbatimin e urdhëresave ligjore që ka të bëjë me mosat e veçanta të vëzhgimit dhe të hetimit në atë kohë. Zakonisht kemi pas kontakte me policinë e Kosovës, prokurorinë dhe gjykatat, po ashtu edhe bashkëpunimi ka qenë edhe sa i përket zbatimit të urdhëresave të misionit të Bashkimit Evropian në Kosovë EULEX. Pastaj nga viti 2009 deri në vitin 2014 kam filluar edhe si menaxher për çështje ligjore, duke përfaqësuar institucione ndërmarrjen publike në institucione të ndryshme administrative, po ashtu edhe udhëhequr një grup të madh të yëreshëve, diku rreth 200 punojës në zyrën për çështje ligjore, duke përfaqësuar lëndë të ndryshme në tërë territorin e Republikës së Kosovës. Po ashtu, në të njëjtën kohë kam qenë edhe
si zyrtar ndërlidhës sa i përket zbatimit të projektit të USAID-it SID për përmbarimin e të gjitha lëndëve vendimeve gjyqësore, si dhe për inkasimin e të gjitha llojeve të borxheve të ndërmarrjeve publike. Gjatë kësaj kohe, po ashtu kam qenë edhe kryetari i komisionit disiplinor, ku kam trajtuar raste ndryshme të komisionit disiplinore. Vlen të theksohet se në prokurin speciale tashmë jam pikë e kontaktit për bashkëpunim juridik ndërkombëtar për çështje ligjore, sa i përket rasteve, po ashtu jam duke i trajtuar gjitha ekstradimet që lidhen me elemente ndërkombëtar, si dhe jam edhe antar i grupit për projektin Western Balkan Criminal Justice, si dhe tani kohëve të fundit jam edhe në lidhje sa i përket edhe me El Pacto, një organizatë e cila jep asistencë për krimin e organizuar transnacional me Amerikën Latine. Sa i përket provojës, kam kryer, sa i përket edukimit, kam kryer fakultetin në Universitetin e Prishtinës, po ashtu kam kryer edhe magjistraturën në programin master drejtimin civil juridik. Më vonë në vitin 2016-2017 kam kryer programin master në Karolinë e Veriut në programin penal në Wake Forest University. Po ashtu jam edhe duke në përfundim të studime sa i përket të drejtës së Bashkimit Evropian në Institutin për Studime Juridike. Gjatë kësaj kohe kam kryer një varg trajnimesh në SBA, po ashtu pothuajse në gjitha shtetet e Bashkimit Evropian, ku vlen të theksohet edhe trajnimet kryesore sa i përket edhe me organet e zbatimit ligjit, si dhe me FBI në Budapest, po ashtu edhe në Francë në shkollën për prokuror në Paris. Faleminderit. Okej. Faleminderit. Atëherë derisa jemi te koncept dokumenti, tani po e kaloj radhën te kolegu Visar që ta bëj pyetjen e radhës rreth koncept dokumenti. Urdhë Visar. Faleminderit për suksese prokurorin intervistën tuaj. Pyetja ka të bëjë me atë se a mund të bëni një prezantim të shkurt të koncept dokumentit në fokus kryesor, në fokus objektivat kryesore për mandatin 7 vjeçar. Një përmbledhje të konceptit. Faleminderit. Po, koncept dokumenti im është duket mjaft voluminoz, mirë po është i detajuar ku nga vizioni, fillimi si vizion për çdo pikë është i përcaktuar, qëllimet që duhet të arrihen, po ashtu duke paraqitur edhe fillimisht motivin që më ka shtyr, duke marrë parasysh provojën time në presione mbi 20 vite, po ashtu duke paraqitur edhe provojën time në të gjitha instancat e prokurorit të shtetit, si dhe të gjitha të thënë sa i përket udhëheqjes edhe me menaxhimet që kam bërë për 10 vite në institucionet e Republikës Kosovës. Pastaj kam paraqitur të gjitha të thënë sa i përket integritetit profesional dhe personal, si dhe motivet të cilat më kanë shtyrë të vi deri këtu. Po ashtu kam paraqitur edhe rastet të cilat i kam përfaqësuar, i kam ndjekur, rastet me tjetra raste voluminoze të cilat kam pasur ndikim edhe në shoqëri në këtë kohë. Po ashtu kam paraqitur edhe 24 rekomandime në mënyrë të detajzuar, të cilat mund në çdo kohë, në çdo rast mund të imbroj dhe të paraqes vizionin, po ashtu edhe implementimin e tyre, si dhe zbatimin, si dhe mënyrën e zbatimit të tyre. Nga këtu kam paraqitur edhe të dhëna sa i përket mbrojtjes së integritetit, si dhe pavarësisë së gjyqësorit. Po ashtu edhe qasjen me institucione tjera duke rritur besueshmërinë, si dhe duke rritur transparencën me media, me gazetar, si dhe me shoqërinë. Po ashtu kam paraqitur edhe disa pika sa i përket prokurorit shtetit, jo vetëm si ndjekës i veprave penale, jo vetëm për të ngritur akt akuza, mirë po kam paraqitur edhe dhëna se si duhet prokurori që të paraqes projektin e tij për parandalimin e veprave penale, sidomos të veprave penale kundër të miturve dhe kundër dhunës në familje. Po ashtu mbi 23 apo 4 rekomandime të cilat i kam paraqitur, në përmban edhe një pjesë ku 7 pika prej tyre përmban të dhëna sa i përket digitalizimit dhe modernizimit të prokurorit shtetit, sepse kohëve të fundit, duke parë se teknologjia ka arritur në një pikë mjaft të lartë, e shohim si të arsyeshme që prokurori shtetit të ndryshon qasjen, sepse krimi tashmë ka marrë një formë tjetër dhe në bazë të nevojave të gjitha pikat, ato skenimet të cilat i kam bërë nevojat për 10 vite që kam punuar si prokuror, unë i kam paraqitur pika. Një ndër pikat më domethënëse, mund të them edhe sa i përket korrupsionit dhe krimit të organizuar, ku
kam një ekspertizë gjatë në këtë drejtim, po ashtu pothuajse për 10 vite kam punuar në departamentit kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Dhe kjo më ka bërë që të paraqesem një të detajuar çdo gjë që ai nevojitet prokurorit shtetit dhe vizioni im për prokurorin e shtetit është që në të ardhmen pas përfundimit të mandatit tim, prokurori i shtetit të Republikës Kosovës të jetë ekuivalent me gjitha prokurorit të shteteve të Bashkimit Evropian. Faleminderit. Faleminderit të Alimi, faleminderit Visar për pyetjen. Tani fjalën po kaloj te zonja Elza që të parashtroj pyetjen, domethënë të radhës sa i përket kësaj kategorie. Faleminderit kryesues, atëherë fillimisht suksesa. Pyetja nga kjo kategori, në bazë të vizionit tuaj të paraqitur në koncept dokument, cilat do të ishin disa nga veprimet e para që do të ndërmerrni si kryeprokuror i shtetit? Unë, si që theksova dhe më herët, kam paraqitur një varg të pikave, rekomandimeve dhe zbatimet që do t'i marrë. Mirë po, një ndër pikat e para do t'jetë efektet cilat është një që ka të bëj lidhjen mes prokurorit dhe policisë, ku kemi parë shumë defekte sa i përket koordinimit dhe nga ky mos koordinim i mjaftueshëm, sepse shpesh herë policia mund të veprojë pa autorizim edhe të prokurorit të mjaftueshëm, mirë po nga ana tjetër kemi edhe prokuror që nuk jep autorizime të qarta ndaj policisë dhe kjo më vonë ka shkaktuar pasoja edhe gjatë procedurës penale dhe shqyrtimeve gjyqësore në gjykatë. Një ndër pikat e para është kujdestaria, e cila asnjëherë nuk është dhënë rëndësi kujdestarisë dhe nga mos jepja e rëndësisë së kohës së kujdestarisë shkakton pasoja të mëdha sepse qysh në start prokurori i shtetit ngarkohet me shumë lëndë të cilat nuk kanë të bëjnë me çështje penale. Kemi raste kur gjatë procedurës në departament të përgjithshëm apo krim të rënda mund të kemi çështje sa i përket kontesteve të punës, kontesteve të civile apo kontesteve të çështjeve administrative, e që në start është dashur që prokurori të jap udhëzime të qarta se ato nuk kanë të bëjnë me çështje penale sepse rritin numrin e madh dhe të panevojshëm të lëndëve në prokurori, pastaj duhet të procedohet me hudhje të kallëzimeve penale apo veprime të tjera, apo ndërmarrjen e autorizime shumë të panevojshme, gjë që rritet edhe vëllimi shumë i panevojshëm i çështjeve. Në këtë rast kam paraparë edhe digitalizimin, ku po marrim shembull sa i përket shumë çështjeve, mund të ketë keqkuptime, komunikime përmes linjës telefonike. Unë kam paraqitur një platformë i cili do të vendoset në çdo prokurori themelore dhe prokurorin speciale, e cila do të ingjizohet çdo bisedë mes prokurorit dhe hetuesit i cili paraqitet nga vendi i ngjarjes. Në këtë projekt kam paraparë që të parashihet një platformë statike e cila ingjizohet dhe gjitha të dhënat e personit kontaktues, po ashtu të jesin në arkiv për të dhënat dhe autorizimet cilat jepen në këtë rast. Po ashtu, pika tjetër është të rastet e korrupsionit, krimit të organizuar dhe të rastet që kanë influencë shumë të madhe në shoqëri. Pika e parë do të kërkoj edhe kryeprokurorit të prokurisë apelit që në rastat që kanë ndikim mjaft të madh me prova voluminoze, prokurori të merr pjesë si në bashkë me prokurorin e apelit në çështje sa i përket në gjykatën e shkallës së dytë, kur të hapet shqyrtimi apo në kolegjin e apelit të gjykatës, për shkak se kemi pas shumë raste që prokuroria e apelit nuk ka pas mundësi për shkak të numrit të vogël të prokurorëve, është vështirë që të prezantohet dhe është vështirë prokurori i apelit ta kuptojë në lëndë për pak javë. Mirë po në anën tjetër kemi mbrojtësin dhe të panderën të cilat kanë njohuri për të gjitha provat dhe propozimi im i parë është që të fillojmë me njëherë të bëjmë një zgjidhje që të paraqitet në këtë shkallë prokurori i rastit, sepse në rastet voluminoze siç është rasti i krimit të organizuar dhe rastet e korrupsionit është vështirë të kuptohet edhe nga prokurori i cili nuk e ka hetuar rastin. Pikë tjetër është një ndër pikat kryesore është edhe digitalizimi dhe modernizimi, sa i përket në qysh në ditë e parë do të fillojmë me platformën Speech to Text, e cila është e vështirë për të zbatuar që në fillim, mirë po do të fillojmë një pilot projekt për shkak se duke pas parasysh që kodi procedurës penale në kohët të fundit ka ndryshuar në vitin 2023, duhet të merret shumë në pyetje shumë të panderur dhe dëshmitar dhe kjo ka një kost dhe një kohë merr kohë shumë të madhe.
unë do të propozoj me njëherë që të fillojmë projektin ashtu siç është edhe në prokurorin speciale tashmë, që të ingjizohet biseda dhe të transferohet drejt për drejt në tekst dhe e shkurton kohën e prokurorit për 50% me njëherë. Pikë tjetër, vazhdo. Po, pikë tjetër është edhe projekti sa i përket digitalizimit, open source intelligent që e kam propozu, që është duke zbatuar sidomos në Kaliforni, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si dhe në Angli, edhe në disa shtetet e Evropës, kur tashmë krimi ka marrë formën, ka ndryshuar qasjen dhe unë e kam propozuar, e kam pasit nevojshme, por edhe të domosdoshme që ne prokurorit të ketë qasje për të marrë informatat e para dhe për të adaptuar me gjitha të dhënat sa i përket këtij. Pastaj, në bazë të informatave të cilat merren, do të pajisëm në bazë të kërkesave dhe urdhave të cilat do t'i lëshon prokurori dhe mendoj që të jap sidomos në rastet e krimit të organizuar dhe të korrupsionit, do të kem shumë më të lehtë prokurorit të ndërmerr veprime. Faleminderit. Faleminderit për përgjigjet. Atëherë vazhdojmë me pyetjet nga pjesa që ka të bëjë me integritetin, siç thash edhe në fillim të kësaj interviste. Për këtë pjesë pyetjet do t'i parashtroj kolegu Visar. Urdhno Visar, fjala për ju. Faleminderit. Atëherë pyetja parë është pyetje standarde që ka përcaktuar Zusi për panelin vlerësues dhe ka të bëjë me atë. A ka ndonjë gjë në jetën tuaj personale apo profesionale, qoftë edhe nga e kaluara apo sipas njerive tuaja, a është dikush nga familja apo miqtë tuaj që nëse do të bëhen njohur për publikun e gjerman t'ju sjell ju apo sistemin prokurial në një situatë të mos respektimit ose të vënë në dyshim integritetin, autoritetin apo qëndrimin tuaj si prokuror? Faleminderit. Sa i përket integritetit profesional dhe personal, me plot përgjegjësi pare jush që gjithmonë do të mbështetem te e kaluara, kur në asnjë rast, as nga pikpamja familjare dhe personale dhe profesionale nuk mund të vënë integritetin tim në mëdyshje asnjëherë. Sepse gjithmonë kam vepruar duke u bazuar në parimet kushtetuese ligjore dhe duke në parimet morale të ndershmërisë dhe të integritetit personal. Në këto, sa i përket integritetit, për këto 12 vite sa jam prokuror, po edhe më herët ku kam qenë në institucione tjera, kam treguar integritet, si në vendin me kolegë, po ashtu edhe me palë, cilit i kam trajtuar, ku edhe kam punuar me një staf shumë të madh, kam pasur në menaxhim një numër të madh të punëtorëve, sa i përket edhe ndërmarrës ku kam qenë, mirë po asnjëherë jo vetëm ndaj meje, por as ndonjë sa i përket sektorit të cilit kam të hequr, nuk kam pasur asnjë vërejtje si nga ato vendore dhe ndërkombëtare. Faleminderit shumë. Pyetja e dytë është: cilat i konsideroni rreziqet kryesore që të cënojnë integritetin e sistemit prokural në Kosovë dhe cilat sipas jush janë dobësitë aktuale të mekanizmave për parandalimin e kësaj çështje dhe adresimin e tyre? Nëse ki qarta përsëri. Cilat i konsideroni rreziqet kryesore që cënojnë integritetin e sistemit prokural dhe cilat janë sipas jush dobësitë aktuale të mekanizmave për parandalimin e kësaj çështje dhe në adresim të tyre? Rreziqet më të mëdha sa i përket integritetit janë rreziqet që vijnë nga subjekte të tjera që kanë të bëjnë me sulmet e cilat e kanë një qëllim caktuar prej grupeve të interesit apo prej interesave politike të përditshme apo që kanë një qëllim për të arritur një qëllim i cili konsiderohet i kundërligjshëm, duke u përpjekur që të diskreditojnë punën e prokurorit dhe që të kenë parasysh që mund asnjëherë prokurori të ndalet nga hetimi ndaj tyre, mirë po gjatë krejt karrierës time asnjëherë nuk jam volur dhe nuk jam dorëzuar sa i përket këtyre veprimeve. Mirë po mund të ketë gjatë përditshmërisë, mund të ketë komentime të ndryshme, mund të ketë mendime të ndryshme, po ashtu edhe shkrime të ndryshme, mirë po gjithmonë duke qenë se jetojmë në një shoqëri demokratike, atëherë duhet të japet të drejtat që të bëjnë vërsime edhe subjekte të tjera ndaj punës së prokurorit shtetit, derisa nuk e cënojnë të veprimin e prokurorit shtetit në bazë të ligjit për të ndërmarrë veprime në raste caktuara. Faleminderit. Dhe pyetja e tretë dhe e fundit nga kjo kategori, nga provuja juaj, çfarë mendon ku qëndron dallimi ndërmjet respektimit formal të ligjit dhe veprimit në përputhje me standardet e integritetit prokurorial? Dhe mundësisht me një shembull praktik.
Në jetën e përditshme, çdo prokuror ka për obligim që të respektojë të gjitha aktet që kanë të bëjnë me integritetin dhe kodin e etikës, mirë po është dallim më i madh në mes asaj të cilën e ka obligim dhe të cilën ai vepron në jetën e përditshme, duke qenë se ne kemi një përgjegjësi mjaft të madhe, si në jetën publike, ashtu edhe në jetën private, duhet që në çdo moment të harrojmë integritetin tonë, ku unë kam shumë shembuj në raste të caktuara që ka pasur tendenca për ndikime apo ushtrime në mënyrë indirekte, mirë po asnjëherë nuk kam rënë ndesh, por gjithmonë e kam respektuar duke u sjellur me ndershmëri dhe përgjegjësi sa i përket rasteve të cilat kam pasur. Duhet të theksoj se gjatë punës time në organet e zbatimit të ligjit kur kam punuar, që u theci zyrës për zbatimin e kërkesave ligjore, ku janë trajtuar shumë raste të përgjigjeve telekomunikime, gjithmonë nga hierarkia ku kam punuar ka pas tendenca për raportim sa i përket privatësisë apo kërkesave, mirë po asnjëherë nuk kam lejuar përveç raportimit të përgjegjësisë administrative. Kjo tregon shumë qartë integritetin këtë rast konkret. Po ashtu, mund ta marr edhe si shembull kur unë kam punuar edhe më herët në Post Telekomin e Kosovës, edhe për të treguar integritetin, kam treguar me veprime konkrete, ku në raste kur ka pas dyshime për tender të ndryshëm, kam arrestuar një pjesë të drejtorëve të kësaj ndërmarrje, ku edhe pse kam punuar ato, sot jam paralizit dhe pjesë e tyre më e madhe kam pranuar fajsinë. Kjo që tregon, po ashtu kam pasur edhe shumë raste me kolegë nga Policia e Kosovës që kam punuar, mirë po ka ardhur raste që është dashur që të marr veprim edhe vendim për arrestimin e tyre. Faleminderit. Faleminderit, Zotri Alimi. Ne gradualisht tani po ecim tutje, veç përfunduam me pjesën e pyetjeve që kanë të bëjnë me integritetin. Tani do të shkojmë të i parashtrojmë disa pyetje që me kohë jemi në rregull, jemi mirë. Kështu që do të vazhdojmë me disa pyetje që kanë të bëjnë me aftësitë udhëhecëse dhe menaxheriale. Pyetja ime e parë, sepse siç thashë në fillim, këto pyetje do t'i parashtroj unë. Pyetja ime e parë në këtë kategori është: nëse zgjidhni kryeprokuror i shtetit, cilat do të jenë 3 prioritetet tuaja kryesore gjatë vitit të parë të mandatit dhe si do ta matni suksesin e tyre? Keni qartë pyetje? Si prokuror, qysh në ditët e para, do të kërkoj dhe analizoj sidomos të dhënat statistikore, edhe pse kam të dhënat të mjaftueshme, mirë po nga pikpamja e pozitës që cilën mbaj, me njëherë do të ndërmarr veprime që të skenohen të gjitha aktgjykimet dhe të analizohen, të formohen grupet punuese dhe të shihet se ku është problemi sa i përket rasteve të korrupsionit dhe krimit të organizuar. Dhe nga kjo do të nxjerrim rekomandime se si të veprojmë më tutje në të gjitha rastet ku janë lëshimet dhe përgjegjësitë, të cilat do ndërmerren ndaj prokurorëve të cilët kanë bënë lëshime. Mirë po nuk do të ketë qëllimin për ndonjë përgjegjësi të menjëhershme, mirë po qëllimi është për të dhënë rekomandime qysh në ditët e para deri në fund të vitit do të ndërmarrim veprime që të kemi në rezultat të theksuar sa i përket këtyre rasteve. Po ashtu një pikë tjetër me rëndësi është edhe sa i përket rasteve që kanë të bëjnë me kthimin e të gjitha rasteve që janë kthyer nga Prokuroria e Apelit, sepse nga formimi dhe marrja kompetencës së Prokurorisë së Apelit, Prokuroria e Apelit ka dhënë rekomandime të ndryshme dhe shumë, domethënë se duke kthyer lëndët me ankesa dhe në këtë rast do të shqyrtohet gjitha pikat se ku ngec dhe ku është problemi, pse është numër kaq i madh i lëndëve të cilat janë kthyer te prokurorët dhe duhet pika tjetër është takimi me kryeprokurorët, gjitha prokuroritë themelore, sepse nuk ka kuptim numri 40 deri në 50% të lëndëve të kthyera nga apeli për raste të ndryshme që nuk përmbajnë ato arsyetime të mjaftueshme sa i përket aktvendime të prokurorëve përkatës dhe të shikoj mundësinë sepse prokurori përkatës i prokurorisë së themelore kur ka nënshkruar aktvendime për hudhje apo për pushim të hetimeve, pse nuk e ka vlerësuar edhe gjitha prova pa e cënuar asnjëherë integritetin dhe funksionalitetin e prokurorit lëndës. Mirë po duhet shikohet me njëherë sepse janë bërë lëshime shumë të panevojshme dhe nga këto lëshime me njëherë të fillojmë qysh në vitin e parë, të shikojmë të eliminojmë gjitha këtu që mos në paraqiten në raste të panevojshme që për të ngarkuar edhe Prokurorinë e Apelit për të kthyer lëndët shumë të panevojshme, sepse këto kthime po kanë konsekuenca të rënda për shkak se kthimi me njëhershëm duhet me njëherë nga prokurori përkatës të merr autorizim shtesë për kthimin e lëndëve në polici dhe policia duhet kohë
shumë jo nuk kanë kohë të mjaftueshme, mirë po duhet ndërmarrën veprime voluminoze të cilat është dashur të ndërmerren qysh më herët. Faleminderit. Faleminderit, vazhdojmë me pyetjen e dytë. Nëse nga raportet e brendshme do të rezultonte se disa prokurori kanë performancë më të ulët në krahasim me disa prokurori të tjera për një periudhë kohore, cilat masa menaxheriale do të ndërmerrnit për t'i adresuar situatën duke ruajtur pavarësinë funksionale të prokurorëve? Edhe tani, duke shikuar raportin e punës të vitit 2025, kemi pasur se ka shumë mangësi edhe disproporcion mes lëndëve të kryer dhe qasjes së prokurorëve të ndryshëm. Unë për këtë çështje fillimisht për të unifikuar këtë praktikë, sa i përket çështjes së funksionalitetit pacenuar edhe punën e prokurorit, kam propozuar edhe bibliotekën digjitale ku do të paraqiten të gjitha dhënat nëse një prokuror me përvojë mjaft të lartë mund të paraqisim edhe si projekt i cili nuk nevojitet shumë koste e lartë, duke paraqitur programi share folder, ku do të kenë qasje të gjithë prokurorët dhe do të shohin unifikimin dhe efikasitetin e ndonjë prokurori i cili ju ka qasë ndonjë lëndë me një metodë shumë më profesionale, i cila ka pas rezultat dhe tashmë duhet të marrim provojë nga kjo. Gjithmonë duke parë këto mangësi të cilat paraqiten, menjëherë do të thirret kryeprokurori i asaj prokurorie, edhe të shikohet duke të pyetet se ku janë defektet dhe të na japet arsyetimet pse me numër kaq të madh prokurorëve janë trajtuar numër kaq i ulët të lëndëve, se dhe duhet të parë a ka pasur përveç efikasitetit, a ka pas edhe raste të tjera sa i përket efektivitetit. Faleminderit. Po shkojmë në pyetjen e tretë nga kjo kategori. Nëse gjatë mandatit tuaj ndodh një rast me interes të lartë publik, që shoqërohet me kritika ndaj sistemit prokurorial dhe humbje të besimit të publikut, si do ta udhëheqnit institucionin në atë situatë dhe cilat do të ishin veprimet tuaja të para? Së pari, duke qenë se siç e theksova, jetojmë në një shoqëri që mendoj demokratike, duhet pasur të bëjmë ndarjen sa i përket kritikave publike, raporteve të ndryshme që kanë raporte sa i përket punës së prokurorit, apo do të ketë ndonjë senem apo tendencë për të intervenuar apo ndikuar në një rast konkret, apo do të ketë ndonjë veprim të kundërligjshëm. Në momentin që do të shihet që ka ndonjë veprim konkret ndaj një prokurori, do të adresohet menjëherë duke zbatuar rregullorin për vlerësinë e performancës në sa i përket intervenimit të jashtëzakonshëm, duke shikuar se ku është problemi, ose do të zbatoj kompetencat e mia sa i përket llogaridhënies, duke kërkuar prej prokurorit çështjes me shkrim se ku ka ngecur çështja. Po ashtu duke parë pasqyr, nëse e shohim që nuk ka ndonjë gabim apo neglizhencë apo ndonjë veprim i kundërligjshëm ndonjë prokurori, atëherë menjëherë do të bëjmë reagimin institucional me qetësi dhe maturi, duke respektuar edhe subjektet tjera cilat kanë mendim ndryshe. Faleminderit. Faleminderit edhe juve. Atëherë me këtë pjesë mbaruam se përket pyetjeve lidhur me aftësitë udhëheqëse dhe menaxheriale. Tani do të vazhdojmë me pyetjet që ndërlidhen me njohuritë profesionale dhe teknike, e ashtu siç ju njoftova në fillim, këto pyetje do t'i bën kolegja jon Elza. Elza, urna fjala për ju. Po, patjetër. Faleminderit. Atëherë pyetja e parë. Si kryeprokurori i shtetit, çfarë masash konkrete do të ndërmerrnit për të siguruar që të gjitha prokuroritë në Republikën e Kosovës të respektojnë standardet kushtetuese dhe ndërkombëtare për të drejtat e njeriut gjatë ndjekjes penale, veçanërisht në rastet e ndalimit dhe paraburgimit në njërin anë dhe parimin e prezumimit të papajësisë në anën tjetër? Një ndër pikat të cilat e kam paraqitur dhe në koncept dokument, edhe të cilën mund ta elaboroj edhe tani, përveç përditshmërisë, cilat kemë raste shumë sa i përket, siç e ceka edhe te kujdestaria, kemë raste ku paraburgimi dhe masa të tjera kam konsideruar që në rast të caktuar janë duke përdorur shumë, mirë po do të theksoja që ato do të përdoren në rast të caktuara në mënyrë proporcionale në bazë të veprës të cilat janë kryer. Unë jam prej prokurorëve që më së shumti kam aplikuar masën e paraburgimit, mirë po gjithmonë kam pas lëndë sa i përket korrupsionit zyrtar dhe rishfetit. Mirë po, duke marrë parasysh të rastet që janë shumë me rrezikshmëri shumë më të ulët, ose kem raste shumë që ndodhin që
vepron në mënyrë pa dashje, mirë po pa dashje direkt, sa i përket edhe rasteve të komunikacionit, do të kërkoja sillëzim që të mos të aplikohet në mos të madhe rastet e paraburgimit, sepse duke respektuar edhe rekomandimet e shoqërisë civile për një kohë të gjatë, edhe sa i përket studimet që ka bërë dhe monitorimin OSBE, ka dhënë rekomandime sepse masat e pranisë të pandehërit në seancë apo në paraburgim janë duke përdorur nuk janë të përdorur në një lartësi shumë të madhe, mirë po unë do të kërkoja që ato do të përdoren në mënyrë proporcionale. Shembull konkret do të kërkoja për shembull sa i përket çështjes së mërgimtarëve, ku kemi një fluks mjaft të madh gjatë verës, janë marrë veprime që mendoj që janë të gabuara, ku është konfiskuar pasaporta për 1 vit, 6 muaj, mirë po do të kërkoja nga prokurorët që të zbatojnë më shumë rastet e dorëzanisë, të cilën në rastet kur nuk paraqitet i pandehuri, edhe shteti mund të përfitojë nga këto raste për mos paraqitjen e pandehurit. Po ashtu sa i përket respektimit të drejtave të njerëzit, gjithmonë duhet pasur parasysh edhe prezumimin e pafajësisë dhe të drejtat e tij, po ashtu sa i përket qëllimi kryesor i imi dhe edhe në koncept dokument është një pikë tjetër shumë e rëndësishme sa i përket konfiskimit, mirë po në anën tjetër gjithmonë në raste shohim që kemi disproporcion mjaft të madh në mes të sekuestrimit dhe konfiskimit. Do të kërkoja nga prokurorët që në ditët e para me udhëzim, jo të detyrueshëm, mirë po që të kemë parasysh që mos të ndërmarrin veprime sa i përket sekuestrimit mjaft të madh të aseteve, sepse në rastet e mëvonshme kur të shohim mund të kërkojnë edhe të pandehurit në rast se lirohen të njëjtat nga gjatëshutime gjyqësore, mund të kërkojnë me padijtë civile kthimin e të gjitha të dhënave apo fitimin e humbur dhe mund të kushtoj buxhetit të Kosovës një kosto mjaft të lartë. Dhe për këto do të kisha pasur parasysh që në start. Faleminderit. Pyetja e dytë nga kjo pjesë, cili është vizioni juaj për zhvillimin e kapaciteteve të specializuara të sistemit prokurorial në fushat e korrupsionit të nivelit të lartë, krimit të organizuar, krimit kibernetik dhe konfiskimit të pasurisë? Dhe e dyta, si do ta shfrytëzoni dhe avanconi përdorimin e sistemit SMIL për të rritur efikasitetin dhe transparencën në ndarjen e lëndëve dhe monitorimin në kohë reale të performancës së prokurorëve në të gjithë vendin? Fillimisht sa i përket çështjes së specializimeve, unë që nga fillimi kam qenë udhëtar edhe i specializimeve, duke qenë se jam edhe si prokuror, jam edhe trajner i certifikuar nga akademia dhe ligjëroj në Akademinë e Drejtësisë, po ashtu jam edhe bashk trajner sa i përket edhe në projektin e Bashkimit Evropian, në projektin HAPE, i cili mbajt trajnime të vazhdueshme, po ashtu jam i trajnuar dhe si jam trajner certifikuar edhe nga OSBE dhe një ekspertizë të gjatë sa i përket korrupsionit publik. Unë me njëherë që në ditët e para do të kisha paraqitur projektin sa i përket specializime në fusha të ndryshme, po ashtu do të hartohet përveç planit strategjik, cilin është kompetencë dhe Këshillit, unë do të rekomendoj edhe Këshillit edhe për plane dhe strategji sektoriale për të gjitha llojet e vepra që janë në planin strategjik 2025-2027, që në të ardhmen të marrëm parasysh sa i përket edhe veprimet që kanë ndërmarrë prokuroria në Kroaci, viteve të fundit ku kanë trajtuar me protokolle të ndryshme për bashkëpunimin me polici dhe prokurori. Po ashtu edhe sa i përket digitalizimit, do të kërkoja, e kam paraqitur edhe në koncept dokument të dhënat për kërkimin e informacione nga organet e zbatimit të ligjit, por edhe siç është ARC dhe organet tjera, që të kemë qasje pa cënuar integritetin apo të dhënat personale të persona caktuar, mirë po të marrim informacione shumë më të shpejta dhe për këtë çështje do të konsideroja që në ditët e para të fillojmë deri nga viti i ri, të kemi memorandume me çdo institucion që të kemi të dhëna përqasje në dokumente në mënyrë të përshpejtuar, duke marrë për bazë edhe të dhënat e fundit, të cilat është pajisur SPAK në Shqipëri, ku i posedon të gjitha të dhënat, duke mos cënuar asnjëherë integritetin dhe të pavarësinë e personave në procedurë. Faleminderit. Dhe pyetja e tretë,
Nëse gjatë mandatit tuaj paraqiten pretendime serioze për shkelje disiplinore ndaj një kryeprokurorit të një prokurorie, si do të siguroni zhvillimin e një procedure disiplinore të pavarur, të paanshme dhe transparente, duke ruajtur njëkohësisht integritetin dhe besimin e publikut në sistemin prokurorial? Do të filloja fillimisht edhe në koncept e dokumentin tim që e keni para jush, unë kam paraqitur që në zyrën e kryeprokurorit të shtetit që në ditën e parë do të caktohet një staf që do të merret ekskluzivisht me çështje që kanë të bëjnë me shkeljen apo neglizhencën e prokurorëve të caktuar dhe menjëherë do të paraqes një folder të caktuar në webfaqen e prokurorit të shtetit ku do të raportojnë gjitha të dhënat nga persona të caktuar, por menjëherë duke në momentin që raporton rastin gjithmonë të paraqitet dhe të ketë dhëna sa i përket edhe tërheqjes së vërejtjes për paraqitje të rreshme ndaj ndonjë prokurori. Menjëherë do ta marrë lëndën, do ta rishqyrtojnë ndaj ndonjë kryeprokurori, nëse ka të bëjë me prokuror të caktuar, atëherë do të njoftoj prokurorin e prokurisë përkatëse dhe do të kërkoja që të analizojë rastin dhe shumë më shpejt nëse ka prova, do të kërkoja që mënyrë si autoritet kompetent ta paraqes rastin në Këshillin Prokurorial të Kosovës. E në këtë drejtim kam provoj mjaft të madhe sa i përket çështjeve disiplinore, ku për 5 vite kam qenë i caktuar nga Këshilli Prokurorial, duke trajtuar raste të ndryshme disiplinore, cilat i kam raportuar edhe rezultati ka qenë gjithëherë se rekomandimet të cilat i kam thonë sekretari i Komisionit Disiplinor gjithmonë janë vërtetuar dhe janë vendosur nga Këshilli Prokurorial i Kosovës. Faleminderit. Faleminderit edhe juve për përgjigjet të trajlimi. Ashtu siç po e shohim tani po shkojmë drejt fundit, edhe pse kemi kohë të mjaftueshme. Ne si panel kemi përfunduar me pyetjet tona. A keni ju diçka për të shtuar përveç atyre që i cituat? Që doni me shtu diçka. Tani është koha. Kam shumë pika për të shtuar, mirë po duke qenë se kena përfunduar tash. Jo, kohë keni akoma, nëse doni për të shtuar. Do të thas kopjet më. Në rregull, po. 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 Fillimisht edhe pyetjet që nuk mund të jenë parashtuar, unë prapë do të njoftoja që unë kam një ekspertizë të gjatë edhe sa i përket çështjeve të korrupsionit, një ndër sfidat e cila është paraqitur në vazhdimsi nga Komisioni i Bashkimit Evropian, sa i përket edhe fuqizimit të ligjit të qasjes në drejtësi, ku në mënyrë të vazhdueshme kemi probleme sa i përket luftimit të korrupsionit. Kjo është një ndër arsyet si prokurori i shtetit, po dhe kryeprokurori në të ardhmen, unë kam parë si mundësi që ta jap kontributin tim sa i përket projekteve të cilat i kam paraqitur këtu dhe do të mund të realizoj, po ashtu gjatë karrierës time profesionale dhe personale, asnjëherë nuk kam pasur ndonjë vërejtje të paraqitur, por asnjëherë edhe sa i përket vlerësimit të performancës, gjithherë kam dalë me një performancë të vlerësuar nga eprorët e mi, një performancë mjaft të lartë edhe në shumë raste se i dalluar, ku edhe rastet e mia në shumicën prej tyre kanë qenë edhe raste mjaft voluminoze, ku do të theksoj edhe në shumë raste se për shembull rastin e subvencioneve të cila kanë qenë mbi 150 të arrestuar, ku 100 prej tyre tashmë veç janë me akt akuza, ku prej tyre deri më tani 55 prej tyre janë dënuar me vendim të formës së prerë, me mbi 100 vite burgim dhe duke është një veçanti e këtij rasti që duhet ta përmend, sepse në mënyrë vullnetare shumica prej të panderëve kanë dorëzuar mbi gjysmë milioni në policinë e Kosovës në mënyrë vullnetare duke i kthyer gjitha mjetet. Po ashtu rasti ka pas jehon mjaft të madhe, sepse kemi pasur raste ku edhe në Ministrinë e Bujqësisë numri për shembull prej 20.000 veta që kanë aplikuar me rastin e ndërmarrjes së veprimeve tona, ka rënë numri të cilët janë tërhequr në mënyrë vullnetare, pa ndërmarrë veprime prokurorit shtetit, mirë po janë tërhequr dikon 3.000 apo 4.000 persona, gjë që ka jap rezultate sepse janë kursyer miliona euro sa i përket buxhetit të Kosovës. Po ashtu vlen të theksohet se ne kemi kërkuar edhe ministrive të saktuara që të ndërprejnë subvencionet dhe në ato raste ku kemi parasitur dhëna ku janë arrestuar persona të caktuar, janë ndërprerë gjysma e dhëna me miliona euro që kanë pasur për t'i marrë për pjesën e dytë të shërbime për vitin 2020-2021.
Po ashtu sa i përket bashkëpunimit juridik ndërkombëtar, lenë të ceket se unë, si që theksova dhe më herët, mund të jap kontributin tim, një ndër kontributet që tashmë kam edhe njohje personale sa i përket në Eurojust, kam takime mujore me gjithë, po ashtu edhe kam edhe një projekt cilën jemi tash duke zbatuar, duke komunikuar në baza ditore për raste të caktuara të cilat janë të zhvilluar në Kosovë si dhe në vendet e Ballkanit Perëndimor. Tashmë kemi projektin i cili është avancuar, ku kemi lidhur shumë ekipe të përbashkëta hetimore, Joint Investigation Team, sa i përket shteteve me Bashkimin Evropian, si dhe me Ballkanin Perëndimor, përveç një shtetit të Ballkanit, i cili nuk kemi raste. Tashmë për shkak të refuzimit për bashkëpunim, kemi një avancim edhe kjo është si rezultati i angazhimit të punës time. Po ashtu kohët e fundit, siç e ceka, kemi një kontakt dhe takime shumë të shpeshta edhe me Amerikën Latine. Ju e dini që në kohët e fundit është publike edhe trafikimi i narkotikëve, i cili është duke dëmtuar Kosovën si në aspektin ndërkombëtar, po ashtu vendor, dhe kemi krijuar kontakte kur në pjesë shumë e personave tashmë janë përgatitur edhe për ekstradim dhe jemi duke zhvilluar asistencë edhe me shtetet e Bashkimit Evropian. Po ashtu, vlen të theksohet, kur kam qenë edhe koordinator me projektin e Bashkimit Evropian HAPE, ku kam dhënë një kontribut shumë të madh në trajnimin dhe specializimin e prokurorëve si në Kosovë, po ashtu duke zhvilluar vizita studimore edhe në vendet të tjera të Bashkimit Evropian. Vlen të theksohet edhe një çështje sa i përket llogaridhënies, sa i përket vlerësimit të prokurorëve, unë tashmë duke qenë se jam edhe trajner në Akademinë e Drejtësisë, po ashtu edhe për një kohë të gjatë kam qenë edhe në institucione publike edhe sekretari i komisionit disiplinore, mendoj që së pari kam një përvojë në këtë çështje se si do të trajtohen çështjet sa i përket etikës edhe neglizhencës në punë, po ashtu mendoj që do të jem shembulli personal se si duhet të respektohet dhe të sillet çdo prokuror i shtetit. Në koncept dokumentin tim kam paraqitur një zotim që çdo 3 muaj do të takoj stafin e gjithë prokurorive tjera, edhe stafin, edhe prokurorët, edhe do të diskutojmë me të gjitha sfidat cilat paraqiten, sepse takimi personal do të jetë efektin e duhur edhe në efikasitetin, sepse kohët e fundit ne kemi pa që në vitin 2025 ka një ramje e punës së efikasitetit të prokurorisë në tërësi. Kështu që unë mendoj që duhet të marr veprime. Po ashtu një gjë që duhet të theksoj, pasi vetëm kemi kohë, unë kam paraqitur një koncept dokument që do të punoj edhe me organizatat të cilat monitorojnë edhe punën e prokurorit dhe të gjykatës, ku kemi një monitorim të vazhdueshëm në shqyrtime gjyqësore dhe do të shohim efektet dhe sfidat apo pikat e dobta se ku i ka prokuroria me qëllim që të i përmirësojmë. Po ashtu vlen të theksohet sa i përket koncept dokumentit, mund të ritheksoj një herë se kam paraqitur që do të kem takime periodike me gazetarë investigues, sepse gazetarët investigues do të jenë dritarja e hapurit, cila mund të na japin dhe të na ndihmojnë me prova, po ashtu në të njëjtën kohë mund të japin llogaridhënien edhe sa i përket transparencës përmes tyre në mjetet e informimit. Mirë, atëherë unë ju falenderoj për përgjigjet e dhëna deri më tani në pyetjet tona dhe për këtë pjesën shtesë që e bore në fund. Rekomandoni që pyetjet që i keni mësuar sot këtu dhe ato që ju kemi parashtruar të mos i komentoni me tjerët, sepse kështu mund ta dëmtoni konkurrencën tuaj. Jeni të lirë nga ona jonë, faleminderit që u paraqitët.